Përshëndetje, sot si që shikoni kemi nxjerr lugët e drurit që mbajmë në kuzhinën tonë, pasi kemi vënë re se disa prej tyre pas një përdorimi për një kohë të gjatë mund të marrin aromën e ushqimeve, mund të ndryshojnë ngjyrë edhe për më tepër ndoshta mund të thithin dhe lagështi të tepërt, mund të zënë myk. Pra, në këtë mënyrë ne njehen me ujë të nxehtë, do të vendosim lugët e drurit, do të hedhim krip, do të hedhim sot buke, edhe më tej do të shtojmë edhe uthullën e mollës për të dhënë reaksionin që duhet për t'i pastruar në themel. Kështu në një enë të thellë e mbushim me ujë deri në gjysmë. Do të shtojmë më tej lugët e drurit me kokën poshtë, pjesën që përdorim, do të hedhim një filxhan uthull, do të hedhim një lugë të madhe krip e në fund do të hedhim sodën e bukës. Siç e shikoni, ka filluar reaksioni dhe kjo shërben për t'i pastruar ato. Do t'i lejmë ashtu për disa minuta e do t'i nxjerrim, do t'i thajmë mirë, do t'i përdorim për gatimet e radhës. Po ju, a e keni menduar ndonjëherë t'i pastroni lugët e kuzhinës? Lini komentin tuaj më poshtë.